Eksperimenti hetimor i kryer nga gjykata e krimeve të rënda për llogaritë të procesit penal ndaj Erben Frokut ka rrëzuar alibinë e tij. Rruga që përshkroi autori i vrasjes së Dritan Lamajt, pas ditën e 24 shkurtit 2013, ka patur kohën e mjaftueshme për të larguar nga vendi i ngjarjes drejt pikës së kalimit kufitar të Kapshticës. Gjykata e krimeve të rënda e ka përfunduar pas 2 orë e 50 minuta eksperimentin, duke përshkruar rrugën Tiranë-Kapshticë me një shpejtësi 100 deri në 120 km/h. Makina e ngjashme me atë të pandeurit e drejtuar nga një shofer i zgjedhur nga gjykata dhe me një mjet që e shoqëronte atë, ku thonte gjyqtari i çështjes Dritan Alluni dhe avokati mbrojtës Genzio Kutaj, mbërriti në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës në orën 21:13 minuta, ndërkohë që u nis nga Tirana në orën 18:30. Duket se ky eksperiment do të jetë një provë në favor të akuzës, pasi ky ka qenë dhe pretendimi ku është mbështetur prokuroria në akuzën e ngritur ndaj Frokut, e bazuar kjo dhe në një dëshmi okulare. Sipas prokurorisë, Froku është autori i vrasjes së Dritan Lamajt dhe brenda harkut kohor të 3 orëve, ai ka patur kohën e mjaftueshme të përshkruajë mbi 200 kilometra, duke përfunduar në Kapshticë e më pas drejt Selanikut në Greqi, ku u arrestuar për llogaritë e hetimeve. Ky eksperiment është një kërkesë e vazhdueshme e mbrojtjes në procesin penal, por që me finalizimin e saj rrëzon përfundimisht pretendimin e prokurorisë se i pandeuri Froku nuk ka qenë prezent në vrasjen e Lamajt. Në këtë provë eksperimentale, prokurorët e çështjes u tërhoqën për arsye sigurie.